Pra tani, në këtë pjesë ne kemi apo e mbyll Trump luftën në Iran. 40 orë më parë, a i tha do të hethës për sot e kështë lënë, baton që do qillon të fort. E kam dëgju konferencën për shtyp. Centralet. Edhe do të bënde si të tuash copa. Këtë Iran. A di cila është ndjenja jam ylli kur e ndëgjoj konferencën për shtyp të Trumpit, ku fillon shakaja dhe ku përfundon serioziteti. Me këtë s'kem për ta marrë vesh dhe në fund mandatit. Vetëm mos na thot. E kam problem. Po sikur kur të mbaroj mandatin thot ai nuk i ki. Ç'do t'i bëjnë? Ç'do ndodh për shembull? Sikur thot nuk i ki. Nuk duam. Jo më se në Amerikë nuk ndodh. Në Amerika është Shqipëria. Nuk ndodh. Pa e provoj një herë me atë sulmin e Kongresit po. Një mbrëma zoti Loli. Tani ndjes se të pritet pak ti, besoj, pritet. S'ka problem. Se gjithë jeta jonë pritje është, derisa i ashtu është. Vetëm këta politikanë ta nuk presin. Jo në aty gjithmonë të gjithë. Tani, ç'po ndodh me luftën në Iran? Presidenti Trump anulloi ultimatumin, e tha ultimatumin dhe brenda 40 orësh anulloi. Dhe tha që kanë 5 ditë kohë, ju ka dhënë 5 ditë tani. Një lloj janë pushimi, domethënë për të kryer negociata, pse e bëri këtë? Atë nuk e dim kur, pse e bëri, po çfarë ka ndodhur pak a shumë gjinish? Tani ultimatumi i presidentit Trump faktikisht alarmoi gjithë, jo vetëm rajonin e lindjes mesme dhe palët në konflikt për gjithë botën, 45 ditë sepse ai kërcënoi midis tjerave. Nëse s'hapni Hormuzin, unë do godas gjithë bazën energjetike, kapacitetet energjetike të Iranit dhe kjo rrezikonte që Irani të kthehesh në mesjet. Në mesjet pa dritë, pa shërbim, gjithçka do gjunjëzohet tërësisht. Mirë, por çfarë ndodhi? Ndërkohë që Izraeli godet, vazhdon sulmet, fill pas kërcënimit ose pas ultimatumit presidentit Trump, Natanzin, i cili është një nga objektet më të rëndësishme bërthamore dhe të tjera, Irani tregoi një kapacitet sulmi të jashtëzakonshëm sepse goditi Dimonën dhe Aradin. Dimona është, si thua, thembra e Akilit në Izrael, është centrali bërthamor, mendohet që është, ose të paktën vlerësohet nga gjithë... Dimona apo të afër, se ai sira Dimonës, afër? Sepse ishte vetëm mesazh. Doli garda republikane dhe tha, ju sjell mesazh, se po t'i pish Dimonës, mbaroj loja mo. Shpërthen. Shpërren rrezatimi mo. S'duket njëse popullsisë aty. Mbarofi, ikën gjithë gadishulli. Po jo vetëm ajo. Do me thënë, Irani tregoi që kishte kapacitet për ta godit. Plus asaj, goditi Haifën. E di çfarë është Haifa? Po tregoi vetëm kapacitetin e rafinerisë. Është 60% e benzinës dhe 65% e naftës prodhohet në Haifa. Dhe ky do të qillonte aty. Bëri një goditje tjetër pastaj në Arad, në një qytet me një raketë lëshoi 3-4 godina me një herë në tokë. Domethënë Irani tregoi këtyre që unë nuk luaj më me blofe. Dhe blof në këtë rast doli duhet thënë edhe kjo, zoti Rakipi, blof në këtë rast doli kërcënimi presidentit Trump, sepse më një herë pas këtyre goditjeve e pa që Irani nuk tërhiqet, tashmë nëse në fillim të herës ne kemi dëgjuar zëra pafund që thonin Izraeli ka betejë ekzistenciale, faktikisht që kur filloi lufta, Irani është ai që ka betejë ekzistenciale këtë pjesë. Dhe për këtë arsye presidenti Trump u tërhoq dhe bëri atë fjalim me 30 fjali, i cili fjalia parë kundërshtonte dytën, domethënë ishte një mishmash, një rrëmujë e zakonshme, por disa gjëra duhen parë. Ai nuk i përmendi më aty aftësitë ose goditjen, zhdukjen e raketave balistike të Iranit, po u përqendruar vetëm tek konteksti bërthamor. Me pak fjalë, presidenti Trump po mundohet ta mbylli luftën dhe të gjejë një kaos i dalë si fitimtar nga lufta, se ky është problemi më i madh. Ndërkohë që Irani po të tërhiqet armë bërthamore. Si po të tërhiqet që nuk është fitore kjo. Nuk është fitore kjo. Ti thua po të tërhiqet ky mund të thotë edhe fitova. Ka mbaruar lufta. Ne nuk duam ta pranojmë, ka mbaruar lufta. Irani, që momentin që nuk u realizuan 3 objektivat kryesore, që momentin që godite gjithë leadershipin doktrinar, politik dhe pjesën ushtarake, dhe aty situata u shpërsu shumë më tepër, dhe aftësitë goditëse të Iranit janë shumë më të forta. Goditi gjithë këto platet, këto raketat mbi tokë, ndërkohë ato treguan që kishin kapacitete të jashtëzakonshme në tokë që janë paprekshme nga forcat ushtarake. U tentua që të futesh me këmbësëri
me pushtim, po kjo, si duket edhe këshilltarët e president Trump ishin kundër, sepse do ishte me të vërtet një ferr. Megjithatë, ajo që mua më bëri përshtypje tek fjalimi ku presidenti Trump ofroi një 5 ditor shpaqe, ishte në radhë dytë nuk do ketë më lufta dhe do të ketë garanci që mos përsëritet lufta. Domethënë Trumpi brenda fjalimit të tij solli dhe ofertën e Iranit, kushtet e Iranit për përfundimin e luftës. Ndërkohë ne kemi thënë disa herë këtu që ka patur kontakte edhe ministri i jashtëm Witkoffin dhe Kushnerin, ndërkohë pritet dhe është lajmëruar nga Shtëpia e Bardhë për një takim të mundshëm ditën e shtunë, kur Irani do të përfaqësohet nga kryetari i parlamentit të Iranit. Nëse kjo do ndodhi, sigurisht që pothuajse është mbyllur. Ajo që më bëri përshtypje ishte një analizë e presidentit Clinton ose një fjalim që u drejtua kombit ku ai thonë kush janë 3 skenarët e mundshëm të ultimatumit Trumpit. Dhe një nga ato ishte nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen dhe kalon afati ultimatumit dhe nuk bën goditjen, atëherë presidenti Clinton thonë që besueshmëria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë një goditje shkatërruese. Dhe ne jemi në këtë pikë. Premtoj, kërcënoj, u tërhoq. Tani nëse do flasin edhe kolegët besoj, nëse ka një debat shumë madh kush janë arsyet reale pse u tërhoq Trumpi, janë gjithë ato arsyet të cilat ne kemi përmendur pak më herët. Janë 23 ditë luftime dhe ti nuk e arritur asnjë nga objektivat. Ke një faturë shumë të madhe të vendeve të gatishullit që kanë qenë aleatët tuaj dhe po bëjnë një presion të jashtëzakonshëm. Pse po shkon lufta deri në mbylljes? Po. Egon? Shiko, nuk jam... Ky është hapi mirë, padyshim, që ka ndërmarrë presidenti Trump ditën e sotme për të shpallur armë pushim 5 ditor, siç thot ai, në ndjekjet... Unë isha duke monitoruar diçka me regjin, mos the fjalimi Clintonit. Ishte fake. Që fake pra. Fake, ai fake ishte. Është fake pra. Fjalimi Clintonit. Po. Fjalimi, unë e mora si... Ai kishte bërë shkrim. Unë e mora... Ishte fake, po unë e mora... Ishte nga inteligjenca. Edhe njerë, po unë e mora për veten time, qofse me të vërtetë... Por e more ti që more tani e mora unë e futa të bëra gabim. Dhe hoqja me vrap për botim. Këmo. Po fjalimi manipulimi ishte kështu fake. Fake. Madje ishte edhe një tjetër deklarate e kryeministres së Japonisë që ishte sërish fake. Çfarë kishte thënë? Fake ishte ajo? Po, ishte fake ajo. Pa ato gjëra nuk i thot Ajatollahu për Amerikën, jo t'i thot një vend aleat, është e pa konceptueshme. Pra ajo kishte thënë që ky më ofendoi, më bëri këtë në takimit. Inteligjenca artificiale të bën gjëmën. Duhet Allah, shpritet të ndodhen. Nëse unë mendoj këtë gjë që pavarësisht se ky është hapi mirë që presidenti Trump ka marrë sepse i shërben Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por kam dyshime sa i takon përfundimit të luftës, sepse kemi haruar një faktor shumë të rëndësishëm që është Izraeli. Izraeli ka deklaruar sot edhe përmes vet kryeministrit Netanyahu se do të vazhdoj luftën, do të vazhdoj bombardimet. Dhe pas bombardimet dhe tani. Dhe tani në këto momente që ne flasim vazhdojnë. Të dyja palët. Jo vetëm në Liban. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm në Liban, por edhe në Iran. Nëse ai Libani është histori tjetër edhe shumë e dhimbshme në fakt. Megjithatë për të qëndruar tek kjo që ka ndodhur sot. Këtu problemi me Izraelin është se edhe palët që janë në opozit janë më të ashpra se sa vetë Netanyahu. Edhe një nga drejtuesit e opozitës, Lieberman, kishte deklaruar që lufta do të vazhdojë e Izraelit pavarësisht se çfarë bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, kjo mund të interpretohet si një formë presioni. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara nuk e mbyt Irani Izraelin? Unë mendoj që po e bën copa. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara, pra po të vazhdoj Izraeli. A është një retorikës? A do ketë shumë dëme nga dyja palët, por nuk e dim. Çështja nuk është a e vazhdon Izraeli vetëm luftën në kuptimin taktik. Çështja është kush i bën presion kujt dhe kush merr vendimin për ndalimin e luftës. Se dhe Reuters i kishte rihedhur sot në diskutim një bisedë telefonike për herë të parë 2 ditë përpara datës 28 shkurt, ku kishte ngritur dilemat se cili nga të dy, bisedë telefonike midis Netanyahut dhe Trump, cili nga të dy e kishte nisur në fakt sulmin. Dhe kishte diskutuar që sa qëndron presioni Netanyahut mbi Trumpin për nisjen e sulmit dhe sa qëndrojnë arsyet e vet Trumpit për nisjen e sulmit pavarësisht bisedave dhe vizitave të shpeshta të Netanyahut.
Po, kjo do ngelet për të parë në fakt, nëse Izraeli do të vijojë që t'i qëndrojë desë luftës edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo nëse afati 5 ditori Trumpit është thjesht një blof, apo po themi nëse Irani tani, se edhe deklaratat e Iranit këtij kryetarit parlamentit, këtij Galibafit, se kemi haruar të përmendim shpesh, po ky është një personazh që ka bërë deklarata mjaft të forta edhe përpara se të niste lufta, edhe gjatë protestave të 10 janarit. Pra, do të shohim se çfarë Irani po përpiqet të luajë në këto momente, ku unë kam menduar sot gjatë ditës edhe jam përpjekur që të kuptoj se ku qëndron ideja e deklaratave refuzuese të Iranit. Do vëtë në garanci. Pra, ose po përpiqet që, duke e kuptuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump qartazi është palhumbse, po përpiqet që të thellojë deri në fund avantazhin, po kjo është me rrezik sepse mund ta kalojë të drejtën tashmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse deri sot ishte tek Irani. Është po vetë njëjtat kushte. Ose po kërkon garancinë e Kinës dhe të Rusisë, ne nuk kemi patur ende një deklaratë sot nga Kina dhe nga Rusia për këtë çështje. Ose pastaj thjesht nuk i beson gjithë kësaj loje të Trumpit. Ka pas analistë që thonë që mund të jetë thjesht një blof. Duke marrë parasysh që Trump është biznesmen, është fillimi i javës, bursat, po themi, gjatë fundjavës janë pushim, dhe Trumpi ka bërë një deklaratë për të relaksuar situatën në bursa, dhe kjo situatë mund të përfundojë me një sulm ditën e premte kur bursat mbyllen gjatë fundjavës dhe situata të kthehet aty ku është. Pra unë mendoj që ende është tepër herët që ne të mos mendojmë që të gjithë skenarët janë ende në lojë. Në paktën ky është mendimi im. Po ka arsye reale pse presidenti Trump është detyruar që të bëjë këtë deklaratë, që janë ajo se çfarë po ndodh brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përveç, po themi, situatës së pritshme në zgjedhjet e midtermit, kujtojmë që për shkak të krizës energjetike, presidenti Trump rrezikon që të humbas shumë wing states, pra shtete të dyzuara. Rrezikon që t'i humbas. Në zgjedhjet e nëndorit. Në zgjedhjet e nëndorit. Nga ana tjetër, duhet kujtojmë që ka një problem real ekonomik kjo luftë. E ka thënë dhe kishte thënë edhe revista The Economist. Në fakt, revista The Economist kësaj here ishte një pamflet, ishte një flet rufe kundër Trumpit. E kishin pushkatuar fare, po themi, me gjitha shkrimet që kishin bërë. Po diçka që më bëri shumë përshtypje ishte llogaritja e kostove të armatimeve, të raketave, të interceptorëve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur gjatë këtyre ditëve. Ishte shumë interesante. Vetëm në 4 ditët e para të luftës, pra nga 28 deri në datën 3 mars, janë përdorur diku tek 5.000 raketa dhe armatime, ku 1.000 prej të cilëve janë ndër më të shtrenjtit absolutisht që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në 16 ditët e para, në 2 javët e para. Sa ka shkuar si harç ky, si para? Tani, 300 raketa Tomahawk, nga $2 milion secila, 120 interceptor Patriot, nga $2 deri në $3 milion secili, ose $3-4 milion secili, dhe 150 të interceptorve THAAD nga 10-12 milion secili, artikulli llogariste që kostoja e zvendësimeve të vetëm këtyre armatimeve që unë sapo përmenda tani është 20 deri në $26 miliard. Kostoja e zëvendësimeve. Aq mendohet të jetë edhe kostoja totale amerikane. 20 deri në $26 miliard për sa? Për 2 javë. Dhe kjo e bën operacionin Epic Fury e bën operacionin më të shtrenjtë të gjitha kohrave të njerëzimit, që kur është historia e shkruar. Pra, këto janë, dhe problemi nuk është vetëm se është kosto e tillë, problemi është se është e vështirë edhe t'i zvendësosh këto, sepse Kongresi Amerikan mund të miratojë një fond për $26 miliard, po themi që t'i zvendësoj. Problemi është që janë shumë pak kompani që mundet t'i prodhojnë për një kohë shumë të gjatë, për shumë raketa Tomahawk dhe interceptorët THAAD janë porositur para 3 vitësh. Për humbje zgjedhjesh nuk kanë historinë e shbazme, shkruan në Mospao, që partia e presidentit ketë fituar zgjedhjet e mes mandatit. Kjo është historike, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe sidomos kjo thellohet edhe për shkak të luftrave.
Pra, për ta mbyllur këtë argumentin e armatimeve, sepse këtë e ka ngritur zëvendës presidenti Vance që në 2024, një vit para se të ishte në Shtëpinë e Bardhë. Nuk është vetëm problemi 26 miliard dollarëve të 2 javëve të para. Problemi është që nuk i prodhon dot kaq shpejt. Domethënë, interceptorët thatë që janë përdorur tash janë porositur në 2023-shin. Pra i kanë porositur 4 vite më herët, 3 vite më herët dhe kanë ardhur tani. Dhe një pjesë e materialeve që përdoren për raketat shumë të shtrenjta të përdorura në 6 ditët e para, janë materiale që nuk i gjen dot kaq kollaj. Një pjesë vjen nga Kina, një pjesë duan kohë që të prodhohen. Kështu që është një situatë e cila unë u fokusova tek aspekti ekonomik për ta vënë theksin pikërisht aty ku presidenti Trump është biznesmen edhe tregtar, për të kuptuar që ka arsye shumë thelbësore pse ai është detyruar sot që të bëjë deklarata të tilla, të cilat mund të jenë blluf, mund të jenë të vërteta, ngelet për tu parë në ditë të vështim. Reuters, për zyrtarin pakistanez, bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Iran mund të mbahen në Pakistan në fillim të Në Islamabad. Islamabad. Deri në 9 prill, thuhet si. Vance Vitkov dhe Kushner pritet të takohen me zyrtar Iran janë në Islamabad. Interesante. Ndryshoi komplet skema ku mendohet të takoheshin palët. Mendohet ishin në Oman, për shembull. Jo. Jo, në Islamabad. E dhanë në orën dikun rreth orës 20. Islamabad. Tani, Sot. deri këtu sikur të mbyllet kjo luftë tani. Me shojmë, domethënë, varet si do të reagoj Trump nesër pas nesër, e kupton? Me ditë ndryshme i reagon në mënyrë ndryshme, por mbaron tani kush është humbës dhe kush fitus, sipas secilit nga ju. Atëherë, luftat kur bëhen ekzistojnë ose paraqesin një model politik dhe filozofik që mund themi që ekzistojnë krime kundër njerëzimit edhe ekzistojnë krime që bëhen për njerëzimin. Hajde ta përcaktojmë se cili është këtu krimi kundër njerëzimit dhe krimi për njerëzimin. Nëse kjo betej, po themi, fjalish se filozofëve që do të lindë, këtu pastaj edhe përcaktojmë kush është fituese dhe kush është humbës. Ajo që unë po mundohem të pak të lidhem me kolegun, janë se këtu 300 miliard o 30 miliard të luftës virtuale, e cila në tokë është luftë konkrete, 4 javë. 4 javëshe, është vetëm për një arsye, që të shmangët lufta territoriale, ose e trupave. Nuk ka rrugë tjetër, për arsye se është menduar që një dorëzim, ose një flamur i bardhë të qohët për negociata. Dhe Flamuri i bardhë kanë ngritë amerikanët. nuk këtu është tash dilema. Me qenë se kanë hyrë Turqit si negociator dhe Katari. Po, sikur, baton, për të ashtuar më tek të qitash që ka organizuar Amerika, a i se kuptoj unë nga kjo geopolitikë, në qoftë se edhe Irani ngrinte 300 flamur të bardhë, po të mos donte Amerika, s'kishte kuptim. Jo, e kemi diskutuar javën e kaluar. Kush do të çmendet rrugës? Ata që humbin durimin dhe s'kan që humbin madhe, gjuajnë bombat e fundit për të shkatruar gjithë shka, duke përfshirë edhe vetin, apo këta që bëjnë krime për njerëzimin, për ta qetësuar botën. Tash, unë këtë betejën, po themi kështu, të fjalive dhe të një koncepti politik dhe filozofik, është ma mirë me sqaru se sa këto gjëra tjera. Se kur flasim për krime kundër njerëzimit edhe krime për njerëzimin, që bëhen për njerëzimin, atëherë do të përcaktojmë se kush ka bërë krime për njerëzimin edhe kush ka bërë krime kundër njerëzimit që të përcaktojmë kush eviton këtë luftë. Nuk e di, unë jam, me thonë drejten, kur të përfundon kjo luftë, unë do jem më i qartë dhe fakti që Ministria e Drejtësisë se Izraeli tregoj një farë respekti për veten, mund të flasim ndoshta në emisionet e ardhshme për këto dy teza që unë i kam mende kështu në vetë. Debati madh filozofik ai. Debati madh filozofik, po Izraeli ku gjendet në këtë mes? Dhe të shtrojmë dhe këtë pyetje përveç sa që kisha unë.
A ka bërë krime kundër njerëzimit në këtë rast, dhe apo ben, Dhe po kemi vazhdon parasysh atje. dhe Gazën, 76.000 civil të vrarë. dhe a ka interes Izraeli për ta mbyllur Dere luftën, Gazën- sa ata thonë që nuk do ta Tashin mbyllin. Liban se Gaza mirë, po tani në këtë moment që flasim, Liban vazhdon Mbi 1.000 civil të vrarë. jemi civil. Mimi Për 4 javë. Aty janë mirë. Pjesën veriore. këtu është- Ndërkohë që Priftërinj- kisha armë pushim aty. Në këtë moment për krime kundër njerëzimit jemi të qartë, bate. Smotrić Jo, ka thënë unë- që... Jo, Unë debati ishte pjesa 2 që thotë Zotë Batoni. Rakibim, Krime për të shërbyer njerëzimit. Do vrasë njerëz për të shërbyer njerëzimit. Do vrasë njerëz për të bërë paqen. Smotrić, Debati i madh ai. Smotrić, ministri... Unë, na do flasim javët e Pasi të ardhshme. mbaroj konfliktin. Ja, Pasi të mbaron konfliktin. Është diskutim. Kush ka bërë ose Për ekzistojnë krime kundër njerëzimit apo ekzistojnë krime që janë bërë për njerëzimin, për shpëtuar njerëzimin. Këto është Debati i madh. Një nga arsyet pse u bë karta e OKB-s kur pas atij gjyqit në Nurembergut, se është dhe kështu periudhë filmash edhe teatrosh tani, që e kanë këtë si temë, ishte që të mos ndodhin ndryshime kufish në mënyrë pra me forcë përmes pushtimit. Dhe ministri i fashist, po e them, i Izraelit, një nga të dy ata, Bezalel Smotrić, sot ka thënë që kufiri i Izraelit duhet jetë në lumin Litani. Pra, si vi strategjike që Sa Izraeli shton ky tani këtu se ne se kuptojmë lumin. Është jugu i Libanit. është Dhe kanë 2/3 në jug të Po mundon të shkëpusin dhe gjeografikisht ato se kanë hedhur në erë 2 urat që lidhin. Do me thënë, Izraeli mund të bëj gjenocid, të ndryshoj kufijt në mënyrë me forcë dhe nuk ka asnjë problem, do me thënë. Ka që është fatkeqësisht vlera e kartës së OKB-s. Fatkeqësisht është, jo për mua, po them faktet. Izraeli përbën përjashtim faktikisht. Izraeli Ose është përbën përjashtim. populli zgjedhur pra. Po. Tani që Nëse do nuk ka problem për mua. çështja ajo biseda që pyetja që shtroi zoti Rakipi është interesante. Kush e fitoi luftën? Kush e fitoi se Unë këtë? fare ne merremi me shifra, merremi me Po më duket se humbën të dy pa të gjitha palët këtu. Fitoi. Atëherë kush ishin objektivat e luftës zoti Rakipi? Nuk e kuptoj. Presidenti, edhe një herë, presidenti Trump Rrezimi i regjimit. Kishte rrezimin e regjimit, mbylljen e programit bërthamor dhe shkatrimin e programit të raketave. Regjimi nuk urrëzua një. E para, e dyta. Debati i madh që bëhet është kjo. Ai ishte kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo për Izraelin? Është mbyllur kjo pjesë. Edhe kreu i Agjencisë Kombëtare të Shtetit e Bashkuara të Amerikës i kundër terrorizmit e tha Kenti e tha qartë fare dhe dha dorëheqjen për këtë pjesë. Dha dorëheqjen. Përgjegjësi shumë e madhe, personalitet shumë i rëndësishëm, që kjo nuk është luftë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë herë të kërcënuara. Atëherë Irani ku është me këtë histori? Sigurisht që dëmet materiale në Iran janë të jashtëzakonshme. Dëmet në sistemin e Iranit, në regjimin e Iranit janë të jashtëzakonshme. Është vrarë Ayatollah, figura numër 1, leadershipi fetar dhe leadershipi politik e atij vendi. Por regjimi është lëkundër apo është forcor? Regjimi u forcua dhe ne e thamë që në fillim, regjimi do forcohet dhe në këtë kuptim, Kompaktësohet, se Irani forcuar është fjalë e madhe se ata janë vrarë shumë. Qëndron. Është bërë më kompakt. Qëndron vëlla. Dhe ka bërë një reagim shumë më të fortë se sa në kohën madje Ayatollahu, Ali Ayatollahu po filloi shikohet si një figurë reformatore. Ta e marri njeriu ideologjik, i cili e ka kriju gardën revolucionare. Po garda revolucionare ideologjikisht është e varfër, po mendoj është i dhënë shumë infuzion për të qenë ngarkuar ideologjikisht. Ajo është më e rrezikshme se çdo njeri. Ka një thënie të bukur Amos Oz, një shkrimtar shumë i madh. Ai thotë kështu, për gjithë këto lëvizjet që ndodhin, nuk goditen këto, nuk shkatrohen kur godet individin sepse këto janë doktrina. Janë doktrina, janë ideologji. Dhe këtu gabuan gjithë. Izraeli ku është me këtë pjesë? Sigurisht që Izraeli e para kauza Izraelit madh besoj se është në një ëndër në sirtar, pothuajse ka mbaruar, të paktën për momentin. Izraelit madh po, Netanyahu shpëtonte nga kjo luftë. Izraelit për herë të parë, vetëm për Netanyahu po. Izraeli për herë të parë shpreh siguria kombëtare në një nivel të paparë në historinë e tij, ka një humbje të jashtëzakonshme, ka një humbje të kryeministri norvegjisë zoti Rakipi sot e di çfarë ta bë. Merren masa të izolohet ndërkombëtarisht politikisht, juridikisht shteti i Izraelit. Një humbje e jashtëzakonshme për Izraelin në arenën ndërkombëtare. Kush ka fituar? Në qoftë se ka ndryshuar koncepti, si ta vlerësosh fituarin dhe të humburin këtu. Ka fituar situatin në këtë luftë. Për mua ka vetëm një të fituar sipas referencave të veta, Irani. Mbetet ai Iran që ka qenë ai regjim. Asnjë shtet s'ka fituar. Kuptimin klasik. Grupime të ndryshme kanë fituar. Unë mendoj që
Për shumë, Ta mbaroj, se sa u futë... Do shkatrohet regjimi, po jo me njerë. Po. Nuk shkatrosh do Po pra, kjo e gjitha kjo e forcoj regjimin, po? në qoftë se garda revolucionare e quan vetën fituese në të luftë, ka drejtë të quajë fituese në qoftë se lufta ka mbaruar. Po. Dhe regjimi në Iranit mund të quajë vetën fitues dhe të ketë më shumë mbështetje se çka pasur pas luftës. A do ketë më pas kriza, ne do ta shohim. Unë nuk mendoj se do ketë kriza, ose se kriza do shkaktojnë së shpejti për 2-3 vite të ardhshme ose 4 vite të ardhshme, protesta si ato të mëpashme. Ndërkohë që zjarri i protestave të shtypura me dhunë ishte akoma i ndezur. Dhe njerëzit mezi prisin ta akmerreshin. Ato zjarr e shuajti zjarri i raketave të amerikanëve izraelite. Kështu që regjimi i Iranit fitoi nga kjo luftë deri sot, ne jemi në fitoren e regjimit të Pra, Iranit. ka fituar, Po, me gjithatë, Kanë humbur, paradoksalisht, ka fituar regjimi. kanë Se humbur, mbaron këtu. mund të ka fituar dhe Netanyahu përkohësisht, po besoj që kjo është fitore shumë e përkohshme, disa mujore, dhe çdo shtet tjetër aty, aleat i Shtetit Bashkuara, aleat Izraelit, aleat perëndimor, ka humbur aq shumë. Po. Sa llogaritë e humbjeve, unë nuk besoj që lufta Rusi-Ukrainë që ka 4 vjet të zgjatë ka pasur ka shkaktuar më shumë humbje se sa këto 2 javët e luftës së Iranit. Dhe kjo tregon që ishte një çmenduri, një budallik i pashoj. Se më shkruajnë që Trumpi mënyra si është në baton. është duke si të fitues, por është një humbësit më mëdhenj, se humbi magën. Po. Trumpi sot në Amerikë është një minorancë e ndjeshme që do reflektohet në zgjedhjet e midtermit Më shkruajnë sikur dhe pas zgjedhjet midtermit. batoni çau, duke sikur po bëhet po, të fëmijë çau, në njerëzimit. Po ja për herë të parë është larg shtetit. Absolutisht bën njerë. Merzi kishte bërë integrat që me bëshnesim Shëban për ndërprerjen e sulmeve, por në zgjedhjet, nëse u mbasin zgjedhjet e midtermit që dihet do u mbas tani është e sigurt, ne do e gjejmë Trumpin në impeachment nga Kongresi me njëherë sa të mbarojnë zgjedhjet. Sa po të marrin në demokratët majorancë. kishte pasi deklarat sot në një gazetë konservatore në Amerikë. Ndërkohë më shkruajnë që të mos harroj se po bombardohet një vend amendamenti që nuk ka bombë atomike, zvendësoje në një presidenti. vend si Izraeli që ka 90 bombë atomike. Pra, kur presidenti Dhe i vdes, mban të fshehura. është i paaft, Dhe i mban të fshehura. zvendës presidenti merr detyrën. Jo spekullim është, po që janë gjithë skenarët në lojë, po Ai në them. Janë shkelur më gjithë ligjet, gjithë I mban të fshehura duke mos pranuar asnjë konvent të kontroll ndërkombëtar. Kush? Izraeli, 90 bombë atomike. Domethënë sulmohet një vend që s'ka bombën atomike, kanë nënshkruar marrëveshje. Dhe ka Izraeli bombë dhe atomike. një vend që ka 90 bombë Njerëz që atomike. ushqia atomike e Izraeli. Nëse mund të them diçka, Tani do thuash diçka ti dhe do ta përmbyllim sepse popullata fle. meqense, domethënë një diskutim me zotin Gjinishi, për t'ju përgjigjur pyetjes, nëse mbaron kështu siç është sot, pra nëse kjo është deklarata e fundit të luftës, kjo e sotmja, fiton Irani. Po unë thash që kam dyshimet e mia për vijimsinë e kësaj, sepse ne pak informacione kemi se çfarë ndodh brenda Iranit, po nëse se Ministria e Jashtme e Iranit, po themi bie në kurthin e Trumpit për bisedime, sepse dikush do shkojë atje, do është Galibafi që është kryetari i parlamentit, po nuk ketë edhe përfaqësues të tjerë. Shënësi. Nga ana tjetër kemi gardën revolucionare që është ekstremiste dhe e vendosur në qëllimin e vet që të mos pranoj asnjë lloj bisedimi. Ti mendon, ti mendon që ai që do shkojë të prezantojë është i pavarur nga garda. Pjesë e gardës. Harrojet pjesë më. Po, unë po them këtë gjë. Po e vendosi. Kam këto përvoja këtu. A mund Nuk ndodhe. Po neve kemi rastin për shembull që politikanët e Iranit janë të moderuar, Pezeshkiani për shembull, është pjesë e gardës. Irani, Pezeshkiani ka humbur burrë, nuk ka njëri punë me Pezeshkianin. Irani tani e mba garda dhe ushtria, më ka mbar fund. Po. Dhe ato do ta bëjmë marrëveshje. Pra, a ka mundësi për shembull që të kemi një çarje midis gardës edhe tani themi pjesës mbrapa është situata e rrezikshme. Ajo që tha Batoni, si historia e rënies apo ngritjes apo stabilitetit Iranit fillon pras. Do shohim se si do reagoj shteti, si do reagojnë qytetarët, se a do hapet, do kemi vetëm një mbyllje lufte, do hiqen sanksionet ndaj Iranit, do rikthehet Irani në arenën ndërkombëtare, si do jetë marrëdhënia time nga Dishullin. Këto do janë ato pikat cilat do vlerësojnë si të shkojë ecuria e regjimit. Në qoftë se regjimi, edhe në qoftë se mbyllet lufta, dhe regjimi mbetet vetëm në këtë situatë që është sot. Kemi vetëm një armë pushim, regjimi Irani do dorëzohet pa kushte. Vetëm nga situata brendshme. Më shkruan SPAO, Irani do dorëzohet pa kushte. Po. Për të ruajtur regjimin. Kush është Nuk është vetëm Trump. Mund SPAO. Nuk është vetëm Trump që merr vendime në Amerikë.
Pritë se do të shojmë, Këto tash. fiton Irani, është gjëja me që sharake që mund të thuhet. Po mirë, se të rro partia demokratike fiton nuk e Irani, themi jo. do të në për natë tu dhe se e kishim fiton një... regjimin, Nuk kanë lidhje fare me atë Ai pjesë. nuk e thotë... Ne Fiton edhe regjimin e njëherë, Iranit. ne thamë fiton regjimi, jo Irani, se Irani, gjithë janë tumur, janë shkatruar. regjimi. Domethënë, këto kanë Irani s'ka që fiton se Irani shkatruar i gjithi. Pastaj, imagjinoheni juve se do jenë marrëdhëniet e Iran-Kin me njëherë pas paqes. Irani nuk e mbyll pa. Se mos po themi nuk e kod në mbyll që mbaron Irani pa kjo luftë, garanci. se nesër mos thot ndryshe ai. Po edhe ndot, më. Edhe ndot. Prandaj lëm të hapur njërë. Unë Në mirë, ne flasim me këtë që kemi sot. kur ndëgjoj konferencat për shtyp të Atëre ne do presim, presidentit Trump, ne do presim tani, Ne flasim me çfarë kemi sot, nuk nëse ai ndryshon nesër dhe pas nesër, ne mbi pas nesër, që emisioni do të ta themi sipas ndryshimit. Ajo që tha Egoni, Pas ndryshimit do të Egoni tha ne. diçka shumë interesante që ka dalë në lajm që 20 minuta para se Trumpit është nxirrte Twitterin atë X. Reutersi. Reuters. A kanë nxjerrë Reuters atë 20 minuta bursat kanë reflektuar diku në bursë që do të që e dinin që do bëja 17%. pushim. Po. E di çfarë tha tjetër, më Ra nafta para se të fillojnë emisionin. E di çfarë tha? E, Irani nuk është kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na. Para se të fillojnë emisionin. Po. kështu që Gjysmë e stafit për këtë punë. varësisht të ndërruar të shikues edhe ne s'kemi shkum faje, kupton. Çfarë thot ai lartë, i madhi i Amerikës në këtë rast, ne do të interpretojmë në emisionin që vjen patën. po unë besoj që ai një ditë do thotë, ne kemi bë krime për Për të rregulluar Shpëtuar njerëzimin. Kjo po, është për për demagogji. të shpëtuar njerëzimin, krimet i kemi bërë. Ky është debati. Unë thotë që krimet i kemi bërë, po ta bëjmë Të debati se Sa të mbaroj. debati që justifikon dhunën. Kemi bërë krimet për të Ço do ai më paqen në forcës të Trumpit. Në rregull ka. Izraeli me për të mbrojtur thonë njerëzimin. me pranu Izraeli Da. që ka bë krime kundër njerëzimit. Kur? Pra, të nderuar Debatin teleshikues, Egon mos kishin një gjë pa thënë. Jo, them, kështu si shkon kjo punë me deklaratat të mbrëmjes që nuk përputhen me ato të mëngjesit, mbase nuk e mbyll ai mandatin e zyrë.